Ardhja e verës gjithmonë shumicën e njerëzve e vënë në sikletin për forma perfekte dhe pikërisht për këtë fillojnë të eliminojnë një nga vaktet dhe vakti që eliminohet më shpesh është padyshim darka. Dhe zëvendësohen kryesisht me frutat më frekuente, që është shalqimi, padyshim që është një frut shumë i mirë me antioksidant, me sasi shumë të shtuara uji, duke u hidratuar mirë organizmi, por ç'ndodh pas 1 apo 2 orësh fillon ndjenja e urisë. Fillon ndjenja e urisë sepse kemi marrë një sasi shumë të ulët kalorazhe dhe organizmi ka nevojë që të vazhdojë metabolizmi për kalori. Kështu që ham një vakt, po themi të katërt, 1 ose 2 orë pas vaktit të darkës me shalqin që bëjnë që të marrim ekstra kalori dhe të marrim ato kalori që organizmit i duhesh më parë. Dhe pas disa kohësh shikojmë që nuk jemi dopsuar. Pra mos minimizoni vaktet dhe mos hiqni vaktet apo produktet kryesore që janë proteinat për çdo vakt për të rënë nga pesha, por minimizoni kalorit duke ngrënë porcionet e duhura të proteinave, karbohidrateve dhe ymbyrnave që organizmit i duhen.